Edhe pse afati për përfundimin e punimeve të ujësjellësit në qytetin e Elbasanit përfundoi në dhjetor të vitit të kaluar, ende nuk ka një datë zyrtare se kur këto punime do të mbyllen, zvarritja e projektit kalon pas një infrastrukturë të rësisht amortizuar, me rrugë të dëmtuara dhe segmente të pasigurta për qarkullim. Kjo situatë ka shkaktuar pakënaqësi të theksuar te qytetarët, por dhe pasoja negative te bizneset e zonës. Si me lajja janë është për fajë zërë, sa kanali së po hitë, gjitha është asë, futin të 5 tupa, 5 më si fut. Pisë ligu më dhështë. E vashë këtë gjithë që në apër, sepse ujtit në duhet, se në verë kemi nejtë pa ujtë. Pra ne, si pas bashkisë që do vi 24 orë, është gja madhe për ne. Po, shqetësime ka se pengohem, pleqemi, mos e thyme jemi, makina dëmtohet, që ta mund të digjanim. Ku i rregullojnë, ato prishin për shpejt, si e dobë. Burime pranë bashkisë Elbasan bëjnë me dije se kompania Strabag, e cila po zbaton projektin, ka kërkuar zyrtarisht zgjatje të afatit të punimeve. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, nënkryetari i bashkisë Elbasan, Asim Sula, deklaroi se gjatë fazës së testimit janë konstatuar probleme teknike, të cilat kanë ndikuar në vonesat e procesit. Sigurisht është shqetësim i drejtë dhe i përket të gjithë qytetarëve të Elbasanit, në përket ne të gjithëve. Është një proces që ne kemi ndjekë me vëmendje, edhe sigurisht kemi çuar shumë shkresa për marrje masash. Të gjithë duam që ky proces të mbyllet, por sigurisht që për arsye teknike rihapet, sepse do të thotë që ka problem teknik dhe nuk mund ta lëj kompania një problem që lind të mos ta rihapi dhe ta lejë ashtu. Pra ka ndalë, duhet jemi të duruar, është sigurisht që është në të mirë të komunitetit, është drejt procesit të mbylljes edhe kjo kontratë. Ndërkohë, këshilltarja e opozitës Bianca Çopja thekson se përgjegjësia për të zgjatjen e punimeve bie mbi ujësjellsin dhe Bashkinë e Elbasan, pasi pasojat po i vuajnë drejt për së drejti qytetarët dhe bizneset. Kjo është e vërtetë, sepse kjo është një shqetësim që ka, siç e tha, jo më tepër se 2 vite në Elbasan, dhe në të vërtetë ka më shumë se 8 muaj që ne kërkojmë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak informacionet se çfarë po ndodh me këto punime që po kryen ujësjellësi në qytetin e Elbasanit. E vërteta ishte që përfundimi i kontratës ishte në dhjetor dhe këto punime duhet të mbarohen në dhjetor. Realiteti është totalisht ndryshe. Ne shikojmë në Elbasan rrugë kudo të hapura, gropa, tym. Elbasani është kthyer në një kantier të vërtet kudo. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me jetën dhe mbarvajtjen e qytetit, por ka të bëjë me bizneset, me çdo gjë që ndodh në qytet. Pas këtij investimi i cili e ka shndruar Elbasanin në një kantier të hapur ndërtimi për një kohë të gjatë, qytetarët presin për mbushjen e premtimit për furnizimin me ujë 24 orë në ditë, një premtim që përsëritet prej më shumë se 2 dekadash.